Medvegjës nuk e shohin vetëm si pjesë të ushtrisë serbe, ushtria e cila ka krij krime, e cila ka krij gjenocid, madje në Bosnë, në Kosovë gjithandaj, patur parasysh këtë përgatitjet e shtetit serb për të instaluar shërbimin e detyrueshëm ushtarak, është e papranueshëm për shqiptarët e Luginës së Preshevës, sepse nuk do të avijojnë dhe kjo është një mundësi që po përgatitet Serbia që ta atakojë edhe një pjesë të popullatës shqiptare në mënyrë që të bëjë nga atje. Është shumë e vërtetë që zoti Kamberi tashmë e ka ngritur në parlamentin serb, ku ka kërkuar një komision të posaçëm për hetimin dhe hapjen e arkivave të Armatës Popullore Jugosllave në mënyrë që të vërtetohet vrasja e 135 shqiptarëve gjatë viteve 70 dhe 80 në ish Jugosllavi, e cila do t'i zbardhe përfundimisht, sepse Serbia si një shtet aspirant në Bashkimin Evropian do duhej të përballej me të kaluarën e saj dhe në anën tjetër të përmbushte standardet demokratike sa i përket respektimit të drejtave të pakicave, në këtë rast edhe të shqiptarëve në Preshevë, Bjanoz dhe Medvegjë. A është kjo ndoshta një instrument që mund të përdoret nga shteti serb për të larguar rinin nga Presheva, Bujanovci dhe Medvegjja? Tashmë ka krijuar shqetësim sa i përket edhe përmes rekrutimit që dëshirojnë të instalojnë, po shërbimi i detyrueshëm ushtarak në Serbi do të jetë i papranueshëm për secilin shqiptar të reja nga Presheva, Bjanoci dhe Medvegjja për shkak të një kaluare në të cilën kanë kaluar shqiptarët, e aq më tepër shqiptarët e Luginës së Preshevës do të ishin më shumë të gatshëm të shërbenin në